thonte Ibn Qayymi, nuk e kanë nënvlerësu gruan ma shumë se ata të cilët i kanë dashtën të trupin e saj edhe e kanë rënu shpirtin e saj. Rallëo të ndërshëm, a nuk janë ata të cilët i lakuritsojnë femrat, tentojnë që të lakuritsojnë femrat, janë ata që të lakmojnë që t'i ekspozojnë femrat, nga se kjo i përngjet si që përshkruan një njeri. Leo të ndërshëm me fjalë magjike apo fjalë manitse, si kur një bari cili kishte kopen e dhenve të ti, dhe aj e mbili në ahrin e fortifikuar të ti, që t'i ruan nga ujqit, mirë po ujqit erdhen për rreth arit dhe brorit që dhe thonshin, dojmë liri, për dhenët qëllimi tyre ishte. Leo të ndërshëm që t'i kafshon dhe t'i hanë dhend, ato me ndoshin dhend nga brena se vërtet janë duke në dosh neve lirin, janë duke në dosh neve emancipimin, janë duke në dosh mirësin ton, për atë Ibn Jauzi thonte se gruja për mbules, si kurse shtëpia pa derë. Fortifikimi i grave është mbulesa e tyre, dhe kjo ndër pej anës Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është ibadet i çmuar tek Allahu Azza wa Jall.